الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم Allahun e falenderojmë, Allahun e madhërojmë, edhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. S'ka mirësi më të madhe për robin nëse Allahu të udhëzon, dhe kjo është mirësia më e madhe. Falenderojmë Allahun për udhëzim, e falenderojmë Allahun që na bëri ummet i Muhammed Mustafa alayhi salam, ummeti më i preferuar dhe më i lavdruar. Pejgamberi Allahut më i dashur, i çojmë salat dhe selam Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberit ton, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Xhamati pranishëm, në këtë moment të veçantë që pranohen lutjet, kemi ardhur me shprehje në nshtrimin ton dhe lidhjen ton me Allahun, me lut Zotin për falje dhe mëshirë. Allahu na fal dhe na mëshiroft. Allahu më të mirën na dhaft, ajo është Jannatul Firdausi. Allahu nasip na baft. Allahu na ruajt nga zjarmi i xhehenemit, ya Rabbel Alamin. Amin. Mesazhi i hutbës është nga një fjalë që përdoret shpesh herë te disa xhamatli: hoxh, nuk shkohet me inshallah në xhennet, ose nuk shkohet me lutje në xhennet. Përgjigjen e kemi ndryshe. Nuk shkohet në xhennet pa lutje. Ad-du'a min al-ibada, se lutja është për ibadetit. Kjo nuk nënkupton se lutja është vetëm fjala. Lutje me zemër, lutje me gjuhë dhe lutje me vepër, që këtë namaz që ke ardhur sot, ke ardhur me tregu nevojën tënde për Allahun e Madh. Prandaj ne i thojmë secilit se çelësi çdo mirësie në ibadet është lutja. Edhe krejt ibadetet janë lutje që ti e tregon nevojën për Allahun e Madh. Valla nuk shkohet pa inshallah, nuk shkohet veç me inshallah në xhennet. Jo, na shtojna me inshallah shkohet, me lutje dhe me inshallah shkohet, dhe duke e madhruar Allahun subhanahu wa taala. Se zakonisht arsyetimi i tyre është se mendojnë se suksesi është dhunti e tyre. Jo, ne zemrën tonë e lidhim me Allahun e Madh. Allahu thot në Kur'an: "Dhe thirrni mua se unë ju përgjigjem." Allahu ty dhe mu për na thirr. E nëse Allahu ty dhe mu na ka thirr, edhe ti e lut Allahun, ti i përgjigjesh ftesës Zotit, e nëse i përgjigjesh, edhe Allahu të përgjigjet ty. Prandaj kur Allahu dëshiron të mirën e robit, ja mundson me bë lutje, ja çel suksesin më të madh, që çdo vepër që e ban e lut Zotin: "O Allah, jepëm bereqet, jepëm sukses në punë, në jetë, në ibadet, në familje, në shoqëri dhe ashtu me radhë." Prandaj, ndonjëherë i merr sebepet pa e le duan, Allahu nuk ta pranon atë ibadet. Allahu nuk ta pranon atë punë. Allahu nuk të jep sukses dhe bereqet në jetën tënde. Prandaj mos starto asnjë punë me bë pa e lut Zotin. Starto çdo ibadet duke e lutur Allahun subhanahu wa taala, dhe kjo bëhet shkak që Allahu të afron pranë teje duke e lutur ti Zotin e Madh. Ndëgjoni çka ka thënë Omeri radiallahu anhu. Ka thënë: "Unë nuk e kam gajlën e përgjigjes se Zoti jam përgjigjet ajo. E kam gajlën unë a e lus Zotin ajo." Sepse se Allahu ka thënë: "Nëse ti më lut mund të përgjigjem." Atëherë vetvetijut, nëse ti ke ardhur sot në xhami me lut Zotin, sa njeri nuk ka ardhur në xhami sot me lut Zotin? Sa njeri rrin në dyqan sot, sa njeri rrin pin kafe tash. Ama Allahu ty dhe mu të ka zgjedh me ardhë mi thonë Zotit: "Iyake na'bud." O Allah, ty të madhëroj. Ku ka madhni, ku ka adhurim më të madh se mi thonë Allahut: "Ty të madhëroj dhe vetëm prej teje ndihmë dhe udhëzim kërkoj." Ne jemi të krijuar për ta madhruar Allahut. Mi thonë Allahut: "Iyake na'bud." Kjo të veçon ty nga gjithë fe tjera. Ti e tregon katër komponentet me lutje. E tregon nevojën e parë, cilën në nshtrimin ndaj Zotit, Allahu, Ebu Gjehlit, Firaunit, njerëzve kryelart nuk ja mundsoj me lut Zotin. Njëri tha: "Unë jam Zot",
ai tjetri e vlerësoi veten dhe ai tjetri u bazu në pasurinë e tij, në fuqinë e tij dhe ashtu me radhë, ama krejt këto janë të përgëzuar me xhehenem. Çka nuk kupton? Mendjemadhësia nuk të lë me lut Zotin. Atëherë nëse don ti me lut Allahun, atëherë nënshtroju se me lutje e tregon nënshtrimin tan karshi madhnisë Allahut dhe nevojën për Zotin. E dyta, me lutje, e dyta, mas nënshtrimit, e dyta e tregon sinqeritetin se ti je i sinqert në ibadet, e nuk pranohet ibadeti pa u qenë i sinqert. Edhe lutja, edhe namazi, edhe zeqati, edhe haxhi, edhe çdo sen këtë në ibadet edhe lutje në forma të ndryshme. Atëherë ti e tregon sinqeritetin për Allahun tan. E treta, e tregon frikën dhe respektin ndaj Zotit. Në xhennet pa lutje nuk shkohet. Që kjo është përgjigje atyve që thotë se veç me lutje nuk shkohet. Edhe pa lutje nuk shkohet në xhennet. Pa lutje nuk ka sukses, pa lutje nuk ka bereqet, pa lutje nuk ka harmoni. Stresi, brengat, telashet janë mungesa e lutjeve ndaj Zotit, se na më shumë i lutmi krijesa se Allahun. Ti dhe unë bani pyetje vetit, sa herë në ditë e lut Zotin dhe sa herë e lut njeriu? Njeriu e ka një mundësi më të ndihmu. I varfëri shkon te i pasuri, i smuti shkon te mjeku, ai tjetri që ka hall shkon te i fuqishmi, ai tjetri që ka gjykim shkon te kadia, te gjykatësi, te advokati me arsyetu vetveten. Sa herë ju ke drejtu Allahut? Pushteti, fuqia, mëshira, çdo se është në dorë të Allahut. Pse nuk i drejtohesh Allahut? Kush e nxjerri nga shpella Muhamedit alayhis salam? Kush i dha fitore Musait karshi Firaunit? Allahu, lutja. Kella ma'i rabbi sayahdin. Asasi Allahu më dhëzon mu. Kështu tha Musa alayhis salam. Prandaj lutja o vëllezër është një prej çështjeve më të shtore të imanit. Vazhdone secili prej nesh ka halle të ndryshëm. Asnjë njësoj nuk i kemi gajlet dhe telashet. Por lutë Zotin për udhëzim. Lutë Zotin që Allahu ta shton devotshmërinë. Lutë Allahun ta shton dashurinë ndaj Zotit. E nëse Allahu ta ka shtuar ty dashurinë, ta mundson me lut Zotin, je sinqert, ke dashuri, ke frikë, respekt, ti e madhron Allahun ashtu siç meriton madhnia Allahut. Dhe për fund, kuptimi i lutjes në këtë formë është kur njeriu ndjen nevojën të lutet për madhninë e Allahut, kjo do të thotë se Allahu ta ka hap zemrën ty. S'mundesh ti me lut Zotin pa ta qel Allahi kodin e zemrës. E ku ka mirësi më të madhe se Allahi më ta qel zemrën, ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabe. Jo me gjuhë me lut Zotin vetëm. Para se me lut me Zotin me gjuhë, qele zemrën, lutë Allahun i bindur se Allahu të përgjigjet. Kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj kur njeriu ndjen nevojë të lutet, kjo do të thotë e para se Allahu ta ka qel zemrën. E dyta, lutja nuk është vetëm kërkesë. Se na menojna e lut, jo. Është lidhje me më të fortin, me të mëshirshmin, ai që ka kriju xhennet, ai që të mbron nga xhehenemi, ai që të jep lumturi. Prandaj lutja, përveç që është kërkesë, është edhe lidhje me Allahun subhanahu wa taala. Dhe shpesh vetë dëshira për të lutur është përgjigja në vetvetiut ka. Veç nëse Allahu ta ka mundsuar mi thon ti Allahut, iyyaka na'bud, ihdina as-siratal mustaqim. O Allah, rabbana atina fid dunya hasana. Namaz. A dini sa lutje ka? Si mi të vëdishëm që i thua Allahu të rabbena atina fit dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. O sa njeri nuk e ka kënu kur këtë dua. Sa njeri mbi dhe në rruzullin toksor jeton, kur Allah i të sejdë si ka bu, kur Allah i si ka thonë iyyaka na'bud, kur Allah i si ka thonë rabbena atina fit dunya hasana. A mund të hinë xhennet kjo? Nëse ti e ban këta, ti e nga banorët e xhennetit. E lusim Allahun e madh. Në këto kohëna të vështira, një prej adhurimeve më të lehta është duaja. Duaja është çështje e zemrës, e shpirtit, që e tregon nevojën për Allahun. E lutim Allahun në këtë ditë xumaje që pranohen lutjet, se vetëm ai meriton të lutet. Allahu të na udhëzon neve dhe rinin ton, ya rabbel alamin. Allahu ta ruan fytyrën ton nga marrja,
nga kufri, nga shirku, nga zullumi, ta ruan gjuhën ton nga fjalë të këqija, mendët tonë Allahu t'i çon vetëm ka hajri, zemrën ton ta udhëzon ka hajri, ka Kur'ani dhe Sunneti, dhe Allahu na sip na boft me bë tobe para vdekjes, rahatllëk në momentin e vdekjes, shpëtim pas ringjalljes, edhe Allahu na boft vorin nga baçet e xhenetit, Allahu na mundsoft me kalurën e siratit ya rabbel alamin. Elusim Zotin e Madh që Allahu ta ruan rinin ton dhe moralin e tyre ya rabbel alamin. Allahu na pasuron me udhëzim, na pasuron me tobe dhe istighfar, me lutje të sinqerta, ta lutim Allahun. O Allah, na fal dhe na mëshiron neve, prindët tanë dhe gjithë musliman. Hadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Astaghfirullah li wa lakum li sa'il muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.